Diaspora shqiptare nuk është vetëm një komunitet i shpërndarë jashtë vendit, por një forcë me peshë të drejtë për drejtë në jetën ekonomike dhe sociale të Shqipërisë. Sipas Instat, për vitin 2025, diaspora e re shqiptare vlerësohet në 2.2 milion shtetas jashtë territorit të vendit, ose rreth 49% e shtetasve shqiptar gjithsej. Ky është një tregues i qartë se Shqipëria ka një peshë shumë të madhe të potencialit të saj njerëzor të vendosur jashtë kufive. Shpërndarja e kësaj diaspore nuk është e njëjtë në të gjitha vendet. Instat nënvizon se diaspora e vjetër shqiptare ka qenë e përqendruar kryesisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në disa vende të Evropës perëndimore, ndërsa diaspora e re e krijuar pas viteve 1990 është vendosur kryesisht në Greqi, Itali, Mbretërinë e Bashkuar, Gjermani, Zvicër dhe Francë. Kjo do thotë se boshti kryesor i emigracionit shqiptar mbetet europian, sidomos në vendet që kanë thithur valët më të mëdha të largimit pas rënies së regjimit komunist. Edhe të dhënat e raportit të Bankës Botërore së bashku me Instat në anketën e emigracionit 2024 e përforcojnë këtë panoramë. Raporti vëren se më shumë se 1/3 e familjeve shqiptare kanë të paktën një antar që jeton ose ka jetuar jashtë vendit. Sipas këtij raporti, emigracioni shqiptar dominohet nga meshkuj të rinj në moshë pune, me përqendrim të fortë në grup moshat 25-44 vjeç, që ka tregon se emigracioni vazhdon të marrë jashtë vendit pjesën më aktive të forcës së punës. Pesha ekonomike e diasporës bëhet më e dukshme te remitancat. Sipas raportit të Bankës Botërore, remitancat kanë qenë afërsisht 4.2% të prodhimit të brendshëm bruto në vitin 2024 dhe kanë përbërë 18% të ardhurave familjare në vitin 2022, ndërsa për 1 në 4 familje përfituese, ato kanë qenë burimi vetëm i të ardhurave. Po i njëjti raport thekson se në mungesë të remitancave, niveli i varfërisë do të ishte rreth 30% më i lartë. Kjo e bën diasporën jo thjesht një mbështetje familjare, por një amortizator real social dhe ekonomik për vendin. Anketa e emigracionit 2024 jep edhe një pamje më konkrete të ndikimit në nivel familje. Rreth gjysma e familjeve me emigrant kanë marrë remitanca gjatë 12 muajve para anketës, edhe për këto familje paratë e ardhura nga jashtë kanë përbërë rreth 41% të ardhurave totale. Megjithatë, problemi kryesor është mënyra si përdoren këto para. Rreth 90% e familjeve i përdorin për ushqim dhe nevojat e përditshme, 36% për shpenzime mjekësore, 30% për arsim, ndërsa më pak se 2% shkojnë për zgjerim biznesi apo investime prodhuese. Pra remitancat po mbajnë konsumin dhe mirëqenien minimale, por ende nuk po shndërrohen sa duhet në kapital zhvillimi. Pra diaspora shqiptare është një nga shtyllat reale të ekonomisë së vendit sepse mban konsumin, zbut varfërinë, ndihmon familje dhe krijon një lidhje të vazhdueshme financiare me Shqipërinë. Por po aq e qartë është edhe nga ana tjetër e problemit. Shqipëria ende nuk po e përdor këtë fuqi sa duhet si motor zhvillimi. Deri tani diaspora ka funksionuar më shumë si rrjet mbijetese sesa si mekanizëm i transformimit ekonomik. Sfida e vërtet nuk është që të kuptojmë sa e madhe është diaspora, por si ta rikthejmë këtë peshë demografike dhe financiare në zhvillim të qëndrueshëm për vendin tonë.